Ultimatumi i Trump spakue qeveria kartele Ramës. Shtetet e Bashkuara në drejtimin e presidentit Trump dëshirojnë një Ballkan me demokraci të mirëfillt dhe pa korrupsion. Nuk e dëshirojnë thjesht, do ta vendosin me veto dhe me çdo formë demokracinë përfaqësuese dhe do e bëjnë ligjin 100% të zbatueshëm. Mbi këto, në luftë të hapur kundër korrupsionit galopant të qeverive dhe qeveritarëve, sidomos në Shqipëri. Edi Rama ka marrë një ultimatum prej 90 ditësh, për javës së 2 të dhjetorit, që të lëshojë dhe të ekspozojë të korruptuarit që mban në qeveri dhe në parlament, si dhe të dëshmojë edhe vetë korrupsionin e tij dhe të qeverisë së tij. Në një formë mesazhi të koduar, Ramës i është kërkuar të dorëzohet pa kushte, teksa provat për korrupsionin e tij, qeverinë kartel që ka krijuar, lidhjet e ngushta me trafiqet e narkotikëve, lidhjet abuzive ekonomike, financiare, politike dhe sociale me Sorosin dhe konstelacionin globalist janë evidente, faktike dhe gjenden të gjitha në duart e Departamentit të Shtetit. Amerika di me saktësi ku i kanë pronat e palujtshme, parat në kompani offshore, kapitalet dhe aksionet në aktivitete ekonomike në mbar botën, portofoljet në kriptomoneda dhe të tjera aktivitetet e errta fitimprurse. Qeveria e Republikës së Shqipërisë duhet të dorëhiqet dhe të shpallë krijimin e një qeverie tranzitore, me persona që do të sugjerohen nga forcat politike, por edhe nga qeveritë dhe kancelarit aleate dhe partnere të Shqipërisë. Nëse kjo nuk ndodh, qeveria e Ramës nuk do të bjerë as me protesta, as nga opozita, të cilën Amerika e ka thuajse të fshirë si strukturë politike, tek e cila është e bindur se nuk mund të mbështetet. Qeveria e Ramës do të rrëzohet teksa anëtarët e saj dhe drejtimi i qeverisë së linjë vertikale do të akuzohet dhe arrestohet nga SPAK-u dhe aleatët, për të ndëshkuar dhe spastruar politikën në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara nuk duan një Ballkan të hapur, por duan një Ballkan të qëndrueshëm, të sigurt, demokratik, të orientuar djathtas, me ekonomi të zhvilluar dhe aleat strategjik për Amerikën. Por që të ndodhin këto, duhet të bien qeverit kartel, mafia në pushtet, si dhe duhet të çohen në bangën e të akuzuarve të gjithë personat përgjegjës të gjitha niveleve. Mos u çudisni as pak që preferencë e Shteteve të Bashkuara të jetë një qeveri prokurorësh, juristësh dhe ekonomistësh, që do të instalohet për të shkulur dhe zhbërë qeverisjen kartel, dhe do të vendosin në shinat e një demokracie funksionale Shqipërinë e zhytur në korrupsion dhe të asgjësuar demografikisht nga pasiguria dhe përndjekja që shteti i bën qytetarëve të tij. 90 ditë afat që të largohen arpagonët dhe të korruptuarit nga pushteti. 90 ditë afat që të dorëzohen hajdutët e Shqipërisë dhe Ballkanit përpara drejtësisë. 90 ditë afat për të çliruar qytetarët nga zgjedhja dhe për të krijuar qeveri të rimëkëmbjes së sistemit demokratik. Nëse nuk ndodh dorëheqja, Shqipërisë i shkon për shtat një jund njerëzish të drejtësisë. Koha e majtistëve globalist dhe sorosian, koha e hajdutëve të parave të shqiptarëve dhe dhunuesve të tyre në afro 4 dekada duket se po merr fund. Në më pak se 90 ditë Trump dhe Amerika presin që qeveria kartel të bjerë dhe qeveritarët të dorëzohen. Nëse jo, do të rrëzohen dhe do të ndëshkohen me çdo kusht. Mast Channel. Please subscribe.